Përshëndetje të gjithëve, edhe ju kërkoj ndjes për emocionin. Quhem Albano, do të përgëzoj pa përjashtim gjithë ju që sa vini e bëheni më shumë edhe pse dita e 13 e protestës. Veçanërisht prezantoj këto prindër të mrekullueshëm që kanë marrë guximin dhe kanë sjell edhe fëmijët e vegjël me to. Sepse për fat të keq tonin, 35 vjet pas komunizmit, që vetëm forma dhe fytyra kanë ndryshuar, por jo përmbajtja, i kanë sjellë në vendin ton vetëm disfata të mëdha, kur për arsye që s'duhet të marrë shumë kohë, nuk mund ta lej pa përmend eksodin e 92-shit, luftën civile të 97-s, gërdecin 21 janarin dhe përcjelljen konstante në çdo lloj forme të rinisë shqiptare në trojet e huaja. Një prej tyre jam edhe unë. Pasi mbarova studimet e larta në 2017, vendosa të hiqi përfundimisht nga Shqipëria, jo sepse nuk e desha vendin tim, po sepse 27 vite pas lindjes, kjo klasë politike, pasi më kishte vrarë të shkuarën dhe të tashmen e asaj kohe, po siguroi që të vriste edhe të ardhmen. Jetova në Londër ilegalisht për 8.5 vite, e thënë ndryshe 8 ditëlindje larg njerëzve të zemrës. Për arsye të aplikimit për dokumenta, u detyrova u ktheva në Shqipëri. Çdo shija, ndërtime pafund që shërbenin si fasada, por me 1 milion shqiptar të larguar. Një muaj më vonë e mora të drejtën për të kthyer në Angli, i thash vetes, ky vend ka mbaruar, po iki. Por jemi këtu sot në protestën e 13 rresht. Shqipëria nuk ka vdekur, shqiptarët e vërtet janë gjallë, akoma. Po për sa kohë? U bëj thirrje diasporës, kudo që ndodhet, atyre që kanë mundësi udhtimi, eja në Shqipëri në vërtet. Eja të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të rrezojmë këtë sistem, që po na vret dhe të ardhmen e fëmijëve, nipëve e mbesave tona. Tek e fundit, ne nuk humbim asgjë, me një bilet kthehemi tek ai vend që ne i hapi dyert atëherë kur vendi jon nuk na donte. Kam dhe disa thirrje për të bërë. I bëj thirrje avokatit popullit Endri Shabani, ku je? Populli yt është në halt madh. E 20 tradhtin nga Londra, erdhëm të takuam, të tërja premtime na dhe. Edi Rama, tradhtar kombi, Sali Berisha, non-gratist 24 orësh që statusin e non-gratistit ta jep Amerika dhe ta heqe Edi Rama. Ju ka ardhur fundi të bashkohemi, kur t'i bashkohem Metës dhe Lias, t'i tregoni kush e hodhi poshtë këtë sistem. Çuna dhe goca shqiptar që i quajtut zdromsa. Last but not least, Europe, Albania is calling. Answer, this is not about birds anymore, but snakes, and we are here to take down Medusa's head. Do you really want us to join you? Because we'd really love to. In the end, we are one of the oldest civilizations in Europe, and yet left alone right in the middle of Europe. Look around. Albanians are not the problem, their corrupted government is. Been taking us hostage for the past 36 years while selling you, yes, you, European Union, dream full of lies in return for some grants given from you to support investments to uplift us. Let me reveal you a secret. That money is gone, and so the money of us, taxpayers, is too. But we honest and hard-working Albanians, we know exactly where the money is, in the politicians' pockets, and we are here to claim every single penny, and yours too. America, we love you. We are not here to say no to foreign investments,
but we got our terms. Mother Nature can't die, must not die. Long live Albanians and Albania. Përshëndetje gjithëve. Ju lutem, kërkoj mirëkuptimin e gjithë qytetarëve vetëm për diçka. Sot mes nesh ka pankarta kundër medias. Ne kemi thënë që ditën e parë ti bojkotojmë mediat. Ne bojkotojmë të gjithë pronarët e shitur të mediave, të gjitha mediat e shitura shqiptare. Por ne jemi këtu për të mbështetur të gjithë gazetarët që janë me ne, sepse ata janë viktimat e këtij sistemi. Ne nuk mund të bojkotojmë ata që janë mes nesh, që janë pjesë e jona dhe viktima po si ne. Ndaj ju lutem respekt dhe mirëkuptim për këta persona që po bëjnë detyrën. Për media që janë në shesh, ju lutem mirëkuptim. Janë pjesë e jona. Ditën që do shpëtojmë Shqipërinë, do shpëtojmë edhe ata nga pengbarja që u ka bërë roga me cilën mundohen të mbajnë familjet e veta. Ju lutem mirëkuptim dhe respekt për individet që kemi mes nesh. Ju lutem, ata nuk duhet të ndihen të përjashtuar, nuk duhet të ndihen të rrezikuar. Tani po lëviz administrata që i kishte nxjerrë me detyrim kryeministrin e shesh. Ju lutem, dhe ata janë si ne, dhe ata nuk e duan të sistem. Mbase ndihen të detyruar dhe duhet i mirëkuptojmë. Duhet i ftojmë që të bashkohen me ne, që të shpëtojnë edhe ata, të shpëtojmë Shqipërinë të gjithë së bashku. Bashkohuni me ne, bashkohuni me ne, bashkohuni me ne, bashkohuni me ne, bashkohuni me ne. Bashkohuni me ne, bashkohuni me ne, bashkohuni me ne, bashkohuni me ne, bashkohuni me ne. Luciana që sa po foli, tonë të thoshtë edhe diçka tjetër. Ne këtu, kjo protest filloi nga Zvërneci dhe nga Rjolli, dhe nesër Rjolli në orën 10 ka protest, sepse dhe atje kanë ngritur gardhin. Ta shembim si qemën gardhin e Zvërnecit. Nga Zvërneci dhe në Rjoll, sot shqiptarët po thonë bo, nga Zvërneci dhe në Rjoll, sot